Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe ngjarjet më të fundit. Natën e mbrëmshme startoi kasti më i dashur për ju, Big Brother VIP Kosova 4, një spektakël i cili pati një shikueshmëri të papar. Vetëm 1.1 milion ishte shikueshmëria e natës së parë të Prime-it të parë, i cili u prit me shumë pasion nga publiku. Shumë banor, 20 banor të këtij kasti, me mungesë të një banores, 20 personalitete, një shtëpi me shumë ngjyra, një shtëpi me ambient të shumë të dashur, një ambient i cili bëri për vete të gjithë shqiptarët, do me thënë që në moment mori atë dashurin, mori atë pozitivitetin, mori atë energjin e mirë, mori atë bukurin shqiptare, që në start banorët u fasionuan me shtëpin edhe me pamjen e bukur të kësaj shtëpie. Dua pak të komentoj banorët një nga një, përpos që do me thënë kemi të ndarë një shtëpi me 2 kat, ishte një investim tepër i bukur, një super verand, një dhomë me ngjyra shumë që ne kemi komentuar, dhe një Olsa Muhameti që ndjet krenare me momentin e parë të nismës së Big Brotherit, që arriti të merr 1.1 milion shikime në video. Banorja e parë ishte Hygerta Sako. Hygertën e njihni të gjithë, një vajzë me shumë norma, një vajzë pozitive, një vajzë energjike, një vajzë me shumë dashuri, hapi dyert e kësaj shtëpie. I tregoi të gjithë shqiptarëve që shtëpia e Big Brotherit është një spektakël i bukur, dhe mendojmë që Hygerta do të respektoj veten dhe do të tregoj vlera shumë njerëzore. Benita, një vajzë e cila që në dukje të parë kishte në sy bukurinë e saj, kishte në sy trupin e saj, dhe qëllimin e shikoj që nuk e ka më së shumti tek sfidat dhe tek loja, por e ka tek dashuria dhe tek lidhja, ndoshta për të treguar vlerat e vete si femër e tjera, po dhëmbët diamant. Getuari një personazh interesant, hyri si një Tarzan brenda asaj shtëpie. Do të shohim në ditët në vazhdim se sa mund ta mbaj rolin e Tarzanit në shtëpinë e Big Brotherit, një personazh në fillim hyri me një energji, por siç duket hyrja e banorëve të tjerë Getuarin pak e stepi në vete, por le t'ia lejmë emocioneve të natës së parë dhe ta shohim se si do të ngjitet në shkalla në ditët në vazhdim. Nëse flasim për Elionën, një vajzë e ëmbël, një vajzë dashur, një vajzë pozitive, një vajzë me energji të mirë, një vajzë e qetë me një histori të dhimbshme nga mbrapa, por një vajzë e bukur që në fakt e shoh të gjuajtur nga meshkujt. Klodiani, një djalë hiperaktiv me një energji interesante, më çon drejt një imitimi, por do ta ndjekim në ditët në vazhdim. Mentor Haziri, mentorin e njihni të gjithë, artist, një personazh që kishte përzgjedhur sensin e humorit, dëshironte të këndonte, por nuk e di se sa do t'ja jep luksin Big Brotheri që mentori të këndon. Unë e di që Big Brotheri t'jep luksin që të grindesh, që të dalësh jashtë kontrollës, të dalësh jashtë konceptit, por që të këndosh jo. Më pas kemi Alba Pollozhani. Alba Pollozhani është një personazhe e cila e kemi ndjekur të gjithë, e njohim të gjithë, e duam të gjithë, e kemi zemër të gjithë dhe e kemi parë brenda formatit të Fermës VIP. Do të shohim se si do të jetë këtë vit e qasme. Nuk mu duk, do me thënë, Alba e Fermës VIP, mu duk pak më ndryshe. Toni, një djali but, një djali heshtur, i qetë, djali ëmbël, mendoj që dashurin do ta ketë si qëllim. Ardit Stafaj, një personazh, një rikthim për Arditin. Do të shohim se çfarë personazhi ka përzgjedhur, sepse Arditi është njëri shumë i qetë, shumë i ëmbël, por din të jetë edhe shumë bombastik. Zakonisht njerëzit e qetë janë edhe njerëz goditës. Kemi Nailiri, një personazh interesant, një podcaster që për herë të parë, domethënë, do të jetë është pjesë e një formati të tillë. U duk shumë i lirë, u duk shumë energjik, mu duk shumë inteligjent, mu duk shumë i zgjuar, por do ta shohim në ditët në vazhdim. Bia, do me thënë, një vajzë romune, një vajzë e gjallë që ka filluar të bëj, do me thënë, këto shakat e para. Më pas kemi Linda Rein, një personazh shumë i dashur për publikun. Unë do të kisha thënë do të shohim Linda do të jetë një Donna James e dytë. Kemi Eduard Kuçin, një djalë i cili ka fituar dashurinë e publikut që në momentin e parë kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit dhe ajo gjë po i shkonte nga mbrapa. Kemi Kushtrim Kelani, një artist i mrekullueshëm që me zërin e tij na ka treguar
treguar shumë dashuri, po do të shojmë brenda në shtëpinë e Big Brotherit se sa do të qaset në atë shtëpi. Kemi Shkurtën, një vajzë humane, një vajzë me zemër të mirë, po do të shohim sa do ta përdoron humanitetin në Big Brother. Kemi Dolçen, një vajzë e bukur, tepër dinjitoze. Kemi Ibron, Lorimin dhe Sasën. Do të thënë 3 personazhet e fundit që Sasa mendoj që është një personazh e ëmbël, dinamike dhe luftarake, ndërsa Lorimi hyri që mbrëm në lojë. Si keni parë ju personazhet e natës së brëmshme dhe sipas jush kush mund të jetë fenomeni i këtij Big Brotheri?